9 gjëra që duhet t'ia thuash vetes çdo ditë, çdo ditë që zgjohemi, marrim një dhuratë që shumë kush nuk e vlerëson mjaftueshëm, mundësinë për të ndryshuar jetën tonë, mundësinë për të folur me veten tonë. Mundësinë për të vendosur se kush duam të jemi, në një botë ku shpesh na zë rrjedha e ditëve të lodhshme, i harrojmë fjalët e duhura që na ndërtojnë, që na mbajnë gjallë shpirtin. Prandaj është thelbësore që çdo mëngjes, çdo ditë, të flasim me veten tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. Këtu janë 9 fraza që duhet t'i thuash vetes çdo ditë, jo vetëm si fjalë të bukura, por si mantra që të udhëheqin drejt një jete më të fortë, më të ndritur dhe më të vërtet. Unë jam më e fortë se sa mendoj, mos e nënvlerëso kur fuqinë që ke brenda vetes. Shpesh, kur përballemi me sprova, ne mendojmë se jemi të dobët, se nuk do t'ia dalim. Por e vërteta është ndryshe, ne mbartim brenda nesh një forcë të jashtëzakonshme që manifestohet vetëm kur guxojmë të përballemi me sfidat. Çdo herë që ndihesh i lodhur, i dorëzuar, kujtoje veten, unë jam më i fortë se sa mendoj. Mos e mat veten sipas momenteve të dobësisë. Mase veten me betejat që ke fituar pa u ankuar, me plagët që ke shëruar në heshtje, me hapat që ke hedhur edhe kur shpirti të thoshte të ndaloje. Fuqi nuk do të thotë të mos biesh kurrë. Fuqi do të thotë të ngrihesh sa herë bie. Unë jam i edenjë për dashuri, respekt dhe lumturi. Shumë njerëz në këtë botë jetojnë me idenë e gabuar se duhet të fitojnë vlerën e tyre. Se duhet të provojnë, të bëjnë, të japin pa mas për të qenë të dashur ose të respektuar. E vërteta është kjo, vlera jote është e lindur, nuk ke nevojë të provosh asgjë për askënd. Dashuria nuk është privilegj për pak vetë, është e drejtë për të gjithë. Respekti nuk është diçka që fiton vetëm duke u përulur pafund, është diçka që duhet të kërkosh me praninë tënde. Lumturia nuk është një çmim, është një zgjedhje që bën për veten tënde çdo ditë. Pranoje, ti je i edenjë. Çdo ditë është një mundësi e re për të bërë më mirë. Shumë njerëz zvarriten nga e kaluara e tyre. Gabimet e dieshme, dështimet e së kaluarës, fjalët që s'u than ose ato që s'duhej të thuheshin. Por secila ditë është si një fletë e bardhë. Një fillim i ri, s'ka rëndësi sa herë ke dështuar dje, s'ka rëndësi sa i thyer u ndjeve, sot ke një mundësi tjetër, një mundësi për të dashuruar më shumë, për të punuar më fort, për të qeshur më sinqerisht, për të ndihmuar dikë tjetër, për të bërë diçka që e vonove gjithmonë. Çdo mëngjes, thuaja vetes, sot kam një mundësi të re. Dhe unë nuk do ta shpërdoroj. Unë kontrolloj mendimet dhe qëndrimin tim. Ne nuk kontrollojmë gjithçka që ndodh rreth nesh, por kontrollojmë gjithmonë mënyrën si i përballojmë ato. Mendimet e tua janë si farat. Çfarë mbjell, do të korrësh. Nëse mbjell mendime frike, dyshimi, pesimizmi, jeta jote do të pasqyrojë këtë realitet. Nëse mbjell mendime force, shprese, mirënjohjeje, bota përreth teje do të ndryshojë në mënyrë të magjishme. Qëndrimi yt është zgjedhje. Edhe në ditët më të vështira, ti mund të zgjedhësh të mos biesh viktimë e errësirës. Mund të zgjedhësh dritën çdo ditë, çdo orë, pyet veten, çfarë mendimesh po mbjell në mendjen time sot? Gabimet e mia janë mësime, jo dështime. Kush nuk gabon, nuk ecën. Kush nuk rrëzohet, nuk mëson si ngrihet. Gabimi është mësuesi më i mirë që do të kesh ndonjëherë. Ai të mëson çfarë funksionon dhe çfarë jo. Të forcon. Të bën më të mençur, mos ki turp nga gabimet e tua. Mos u përpiq t'i fshish ose t'i mohosh. Përqafoje ato. Fal vetes gabimet që ke bërë dhe mëso prej tyre. Thuaj vetes çdo ditë, gabimet e mia janë pjesë e historisë sime. Ata nuk më përcaktojnë, më formësojnë. Unë zgjedh të jem i mirënjohur për gjithçka që kam, në një botë që gjithmonë të nxit të kërkosh më shumë para, më shumë sukses, më shumë njohje. Është e lehtë të harrosh gjithçka që ke. Por sekreti i një jete të lumtur nuk është të kesh më shumë, është të jesh mirënjohës për atë që ke. Mirënjohja është një fuqi që shëron zemrën, shuan ankthin, ndriçon mendjen. Çdo mëngjes, ndal pak dhe thuaj, jam mirënjohës për frymën që marr, për trupin që më mban, për njerëzit që më duan. Për mundësitë që më ofron kjo ditë. Mirënjohja nuk ndryshon vetëm humorin tënd. Ajo ndryshon jetën tënde. Unë besoj në ëndrat e mia dhe do të luftoj për to.
Ëndrat e tua janë pjesë e thirrjes tënde më të thellë, ato nuk janë rastësi. Nuk janë iluzione të kota, nëse ke një ëndër brenda vetes, është sepse ke gjithçka që të duhet për ta realizuar, por ëndrat kërkojnë besim. Kërkojnë durim. Kërkojnë luftë, bota mund të përpiqet të bindë që ëndrat janë të pamundura, zërat e jashtëm mund të qeshin me ty, por ajo që ka rëndësi është çfarë thua ti vetes, thuaja çdo ditë, unë besoj në ëndrrën time. Dhe unë nuk do të ndalem derisa ta realizoj, unë e lejoj veten të pushoj dhe të kujdesem për veten, nuk je një makinë. Nuk je një robot. Je një shpirt që ka nevojë për dashuri. Për kujdes, për pushim, të pushosh nuk është dobësi. Të pushosh është zgjuarsi, çdo ditë, kujto veten të ndalosh për pak. Të frymarrësh thellë. Të dëgjosh zemrën tënde. Të bësh gjëra që të mbushin me energji dhe gëzim, thuaja vetes, unë e meritoj të kujdesem për veten time, sepse vetëm kur je mirë me veten, mund të jesh i mirë edhe për të tjerët, unë jam duke u bërë çdo ditë versioni më i mirë i vetes sime. Transformimi është një proces, jo një ngjarje, nuk ka nevojë të ndryshosh gjithçka brenda natës, e rëndësishme është të ecësh çdo ditë një hap më afër qëllimit tënd, edhe në ditët kur nuk ndihesh në formë. Edhe në momentet kur duket sikur nuk ka përparim. Thuaja vetes me bindje, unë po bëhem çdo ditë një version më i mirë i vetes sime, përqafoni këtë proces. Besoj asaj rritjeje të ngadaltë, por të sigurt që ndodh brenda teje, mbyllje, në fund të çdo dite, suksesi nuk matet vetëm me atë çfarë ke arritur jashtë vetes, më shumë se sa arritjet, rëndësi ka kush je bërë në rrugëtimin tënd. Fjalët që i thua vetes çdo ditë janë themelet mbi të cilat ndërton jetën tënde, prandaj, zgjidh t'i thuash vetes fjalë që ndërtojnë, fjalë që fuqizojnë, fjalë që japin jetë, sepse në fund, bota mund të thotë çfarë të dojë, por është zëri yt i brendshëm ai që formëson fatin tënd, dhe ky zë duhet të thotë, ti je i fortë. Ti je i denjë. Ti je në rrugën e duhur.